Gjatë fundjavës, pra të dielën, kemi pasur rreshje të dendura të shiut, të cilat kanë shkaktuar edhe përmbytje në komunën e Ulqinit. Dim që si shtabi i komunës së Ulqinit për rastet emergjente keni qenë në terren, çfarë është vërejtur, le të themi, edhe si pasojë çka kemi arritur deri te kjo? Atëherë, si Sekretariat për Veprimtari Komunale dhe Banesore, kemi marrë hapat e menjëhershme sa i përket ditës së diel dhe jene duke vazhdu në fakt me ndërmarrjen publike ujësjellës dhe kanalizimi i Ulqinit dhe veprimtaritë komunale, si dhe kemi kontraktuar ndërmarrje private sa i përket pastrimit të kanaleve në qytet. Një prej arsyeve të ditës së diele qëndron në faktin se kemi pas për fatkeqësi rreshje të mëdha, rreth 116 litra në metër katror, ku dhe kanalet nuk kanë arritur të përballojnë një sasi të rreshjeve të tilla. Mirë po, ndërkohë tani jemi duke marrë hapa konkrete në zonat ku kemi uzurpime nga qytetarët e Ulqinit. Kemi filluar duke marrë aktivitete të çel zonat ku janë mbyllur kanalet plotësisht, të cilat duhet lehtësojnë në të ardhmen dhe kullimin e ujit dhe pastrimin e zonave nga përmbytjet. Dukshëm është vërejtur aktivitetet e sekretariatit në zonën e anës Malit, ku nuk kemi identifikuar përmbytje, ku kemi pas rregullisht pastrime dhe në këtë mënyrë besoj nuk kemi pas probleme në zonën e anës Malit. Sa i përket zonës së qytetit, kena me vazhdu rregullisht, kështu jena duke bashkëpunu, si thash edhe herë me ndërmarrjet, po ashtu edhe me policinë komunale, si të merren masa në zonat ku janë të mbyllur kanalet nga anët e qytetarëve. Cilat do të ishte një apel? Një apel qëndron në faktin se duhet të jemi përgjegjësh sa më ndërgjegjësh në pronat publike, sidomos në kanalet ku janë kusht për jetesë të gjithë zonave të qytetit. Në këtë mënyrë duhet mbrojmë njëri tjetrin, të gjithë shtëpitë dhe të gjithë të cilët merren me aktivitete turistike këto të kenë konsideratë sa i përket zonave publike. Situata është sot stabile, kryesisht jemi fokusuar në pastrimin e rrugëve dhe oborreve të shtëpive sipas thirrjeve të qytetarëve, ku ka uji i përmbytjet kanë lënë pasoja. Dje kemi qenë gjithë ditën në terren që nga ora 7:30 mëngjesit deri në orët e pasditjes kemi intervenuar në më shumë se 30 e sa shtëpia. Kemi jap maksimumin që t'i përgjigjemi çdo qytetari, çdo kërkesës të çdo qytetari, kështu që normalisht në ndihmë na janë vënë edhe shërbimet e tjera të komunës si shërbimi pastrimit, policia komunale, ujësjellësi dhe të tjerët. Për ndihmë na kanë kontaktuar edhe shërbimet e tjera të malit të zi, shërbimi i mbrojtjes së Tivarit, Kotorit, Budves, Tivatit, Podgoricës, po ashtu edhe drejtorati për mbrojtje dhe shpëtim. Ka qenë nevojshme që edhe ato të vinë, por kemi menduar që t'i thrasim që të na vinë në ndihmë, por fatmirësisht janë ndalur rreshjet e shiut dhe kemi arritur që vetë me kapacitetet tona t'i mbarojmë, domethënë t'i vim mballë çdo intervenim. Në cilat pjesë të qytetit ka pasur më shumë thirrje dhe ku kanë qenë zonat më problematike? Pjesa më kritike ka qenë bulevardi Nën Tereza, bulevardi që çon për në plazhin e madh, plazhi i vogël. Në Shtoj kemi pas disa pika kritike, kështu që mund të them se gjithë qyteti ka qenë i përfshim. A ka qenë ndoshta kësaj radhe dëmi më i madh se në përmbytjet e viteve të kaluara apo viteve të kaluara? Mendoj se kapaciteti i ujit ka qenë më i madh, kurse dëmet besoj se kanë qenë gati të njëjta me ato rreshje që kanë qenë kohëve viteve të kaluara. Nuk kemi pas
lajmërime të dëmeve të mëdha, normalisht uji ka depërtuar në magazine, në garazhe, në toksore dhe ka pasur dëme, por jo diçka shumë të mëdha. Është dashur të bëhet edhe evakuimi i personave nga shtëpijet, sepse Po, kam parë që kanë Kemi- shkruar edhe falënderimet për ju. Kemi bërë në dy intervenime kemi bërë evakuimin e 2 familjeve. Kemi nxjerrur domethënë pajisjet nga shtëpia dhe njerëzit që kanë qenë aty që të mos vijë deri tek një përmbytje dhe problem më i madh në atë shtëpi. Qëndrojmë mirë me kapacitetet kur jemi në këto situata, mund të themi këtë gjë? Po çka i përket zjarrfiksave jemi në numër të mjaftueshëm, për momentin shërbimi numëron 37 zjarrfiksa që janë të punësuar me kontratë të përhershme dhe 15 që janë të punësuar që nga sezoni turistik veror, të cilëve u zgjat kontrata ende dhe që janë në shërbim për momentin. Çka i përket pajisjeve, jemi të furnizuar për momentin, dje kemi furnizuar shërbimin edhe me disa pajisje tjera të cilat i kemi marrë para kohe që është dashur për mi marrë, që i kemi fituar me një projekt, por i kemi marrë para kohe dje në Podgoricë që ta përforcojmë edhe më tepër kur janë shërbimin, kur janë në pyetje për mbytjet.